Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shpallur një pezullim të përkohshëm 10 ditor të sulmeve ndaj implanteve energjetike në Iran, në një lëvizje që shihet si përpjekje për të hapur rrugën drejt një deskalimi të situatës dhe avancimit të negociatave mes dy vendeve. Në një deklaratë publikuar në platformën e tij sociale, Trump bëri të ditur se vendimi është marrë mbas një kërkese zyrtare nga qeveria iraniane. Ai nënvizoi se bisedimet mes Washingtonit dhe Teheranit janë duke vijuar dhe sipas tij po zhvillohen në mënyrë konstruktive, pavarësisht raportimeve skeptike në mediat ndërkombëtare. Me kërkesë të qeverisë iraniane, po pezulloi periudhën e shkatërimit të implanteve të energjisë për 10 ditë. Bisedimet po vazhdojnë dhe pavarësisht deklaratave të gabuara të mediave, ato po shkojnë shumë mirë, deklaroi Trump. Sipas njoftimit zyrtar, pezullimi i sulmeve do të zgjasë deri më datën 6 prill 2026 në orën 20, sipas kohës lindore të Shteteve të Bashkuara. Ky afat konsiderohet kritik për të testuar gatishmërinë e palëve për të bërë hapa konkret drejt një marrëveshjeje të mundshme. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane nuk kanë dhënë ende një reagim të drejtë mbi deklaratën e presidentit. Megjithatë, Agjencia e Lajmeve Tasnim, e lidhur me trupat e Gardës Revolucionare Islamike, ka raportuar se Teherani i është përgjigjur planit të paqes me 15 pika të propozuar nga SHBA-ja, por ka paraqitur edhe një sër kushtesh për vijimin e procesit. Sipas burimeve të cituara nga mediat ndërkombëtare, Irani kërkon ndalimin e menjëhershëm të gjitha akteve të agresionit, vendosjen e garancive konkrete që konflikti nuk do të përsëritet më, si dhe sigurimin e kompensimeve për dëmet e shkaktuara nga lufta. Një tjetër element kyç është edhe kërkesa që çdo marrëveshje arritur të zbatohet në mënyrë të plotë dhe të verifikueshme nga të gjitha palët e përfshira. Megjithatë, mbetet ende e paqartë nëse ekziston një besim i mjaftueshëm mes palëve për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme. Zhvillimi i fundit vjen në një moment kur situata në terren mbetet e brishtë dhe rrezikshme për popullsinë civile. Sulmet sporadike, pasiguria dhe mungesa e një marrëveshjeje afatgjatë vazhdojnë të mbajnë rajonin në një gjendje të lartë tensioni.